4 ditë pas atentatit në Fier që i mori jetën Elgert Patës dhe solli plagosjen e shokut të tij Ari Alinani, që ishte në drejtim të automjetit mbi të cilin u qellua një prej pronarëve të bizneseve aty pranë, ka parë gjithçka. Jashtë kameras në një rrëfim për News 24, dëshmitari okular thot se gjithçka ndodhi në pak sekonda. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Unë isha brenda në biznesin tim, po merresha me rregullime dhe në ato momente dëgjova disa zhurma që ende nuk mund t'i përcaktoj se çfarë ishin, të shtëna Kallashnikovi apo shashka që përdorin fëmijët. Më pas nuk pata guximin të dilja menjëherë jashtë dhe të shikoja se çfarë kishte ndodhur, por për një moment u fsheha brenda. Pasi kaluan disa sekonda hodha syt jashtë, përballë dhe pash që mbi makinën që u qollua, atje ku ishte viktima, po dilte tym. Pas kësaj ai rrëfen se ka parë 39 vjeçarin e plagosur teksa tentonte të largohej nga automjeti. Në ato momente vëreta që shoferi i mjetit po përpiqej të dilte prej tij, por pa arritur të hapte derën. Pas disa përpjekjesh të vazhdueshme, pash se ai e hapi atë dhe u largua me shpejtësi drejt rrugës prej nga erdhi automjeti. Pash që iku me vrap mbrapa makinës. Viktimën nuk e pash fare në automjet, pasi në ato momente edhe unë nuk isha shumë i qetë, ndërsa kuptova se kishim të bënim me një vrasje dhe menjëherë mendova të fshihesha. Gjithçka ndodhi shumë shpejt, thot ai, dhe nuk ka parë asnjë prej autorëve të vrasjes t'i afroheshin automjetit ku ndodhej viktima. Nuk pash asnjë person me armë në këmbë apo që t'i afrohej mjetit në të cilën ndodhej viktima. E gjithë ngjarja ka ndodhur shumë shpejt, brenda 10-15 sekondash. Nuk pash asnjë person të vraponte me armë në dorë. Deri më tani për këtë ngjarje është arrestuar nga policia vetëm 39 vjeçari Ari Alinani për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Në hotelin në Fier, ku Pata qëndronte prej 3 ditësh, është gjetur dhe automjeti i tij i blinduar. Brenda automjetit dyshohet se janë gjetur edhe 2 armë. Nuk dihet ende pse atë ditë Pata nuk kishte zgjedhur të përdorte automjetin e blinduar për t'i shpëtuar një atentati të paralajmëruar.